Hadithi sakt që ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wasallam në hadith: "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, indahu qutu yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam: "Kush zgjohet për juve në sabah dhe trupin e ka të shëndosh, je çun sabah dhe s'ki nevojë me shku në spital, as s'ki nevojë me shku në doktor, edhe është i sigurt në shtëpinë vet, s'nguc kurkush. Atë ka nguc dikush të orë në xhami, atë ka vrap, atë ka ndjek dikush, jo. Ama dush me ditë se ka musliman që si firën e iftarin me të ndjek me e hajnë, tu i ke hajnë, duke umbrojt pi armëve të zullumqarve e hajnë. Allah i ndihmov, ja Rabbel Alamin. Ti s'të ka nguc kurkush, ti i shëtit është let, apo? E kjo është me begatit Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo begati Allahu subhanahu wa taala. Ati e meritor që je i lira, Ati e meritori që ti e i lira, jo begati e Zotit Gjelle Gjelalu. Thotë Allahu te barek, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka ushqimin e ditës, jo të mujt, jo si do të komunistat, thotë s'kini me pas me hangër ju manatana, për 80 vete arshme me nënaj. Levite 80 vete, për sot kena me hangër, alhamdulillah. E për nesër, po vjen, qaj Zot që kam ka furnizu sot, më furnizon edhe nesër, apo? A dhe ka thonë alaihi sallallahu alaihi wasallam, nëse qohët sabah, trupin e këtë shnosh, nuk e nguc kërkosh, është i sigurt, ushqimin e ditës e ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, këtina sikur mi ju pas dhan dunjaja në qosh bi hadafiriha. Hadafiriha qa është komplet me ta thonë, qa po do ma shumë vëllo, realisht njeri qka lipi këse dunjaje, shpi, siguri, ushqimin. Këto janë që ka ndunja, që të shka s'ka ndunja, që ka ndunja. Për këtë asyllë dhe thëtë Allahu të bareke wa tjara, wa ja'alakum muluka, dhe ju ka bërë mbretër. A në vëzër, mos si në shmo begatit e Zotit. Nëse je i sigur shpitane, edhe ki familje, edhe ki me hangër, alhamdulillah ti mbret kane, wallahi ti mbret kane. Nëse qohët dikush me të mbush uj, nëse qohët dikush me të maru buk, ti e mbret. A dhe që ma thonë dikush me lëviz për ty me të maru buk, Allahu ta ka mundsu begati e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj ka thënë Allahu wa ja'alakum muluka, se ju asë të si kini pas, ju ka ba Allahu mbret. E disa të komentatorë kanë thënë, është për qëllim se Allahu ju ka thënë edhe mbretër, Allahu ju ka thënë edhe mbretër në kuptimin e hakikatit të mbretërisë. Allahu te